Pas performancave artistike, emocioneve, muzikës live dhe rivalitetit artistik, festivali i 64 i këngës në radio televizionin shqiptar do të vi në një tjetër form reflektimi dhe analize. Të dielën, në orën 12:30, drejt për drejt në RTS1, në Pallatin e Kongreseve, publiku do të ndjek post festivalin, një kronike plot e gjithçkaje që ndodhi në skenën më të rëndësishme të muzikës shqiptare. Në moderimin e Fjodora Fiorës, post festival 64 do të ndalet tek momentet kulmore të 4 netëve të festivalit, performancat që u duartrokitën gjatë, surprizat e skenës, komentet që ndezën debat, por dhe emocionet e forta të artistëve fitues. Të përpiqemi që këtë herë të jemi totalisht ndryshe, se është bërë kjo fjala ndryshe klishe, por në fakt post festival këtë vit do të pozicionohet në skenën e madhe të Pallatit Kongreseve, pikërisht aty ku do të ulet sipari i festivalit një natë më parë. Ditën e nesërme ne do takohemi në një maraton post festival, e cila pritet të zgjatë rreth 3 orë e gjysmë. Do të jenë 4 panele të ndryshme. Do të jemi në skenën e festivalit, pra do të jemi në të njëjtin ambient, në të njëjtën atmosferë, në të njëjtat emocione. Do të jemi si fillim me një panel që do të përfshi organizatorët dhe ata që ishin ekipi realizues i festivalit, për të marrë opinionet e tyre direkt, pavarësisht se do të jetë lodhur. Do të kemi fituesit sigurisht, si dhe artistë të tjerë, do të kemi një grup gazetarësh që do të gjykojnë se si ka qenë jehona e festivalit, si u përsolla ajo përgjatë 4 netëve të realizimit të tij. Do të kemi prezantuesit. Në fund do të bëjmë atë analizë që i duhet çdo festivali dhe mendoj një reflektim për të gjithë ata që kanë punuar dhe kanë dhënë mund bashkë me ekipin e madh të Radio Televizionit Publik Shqiptar. Në orën 12:30 ditën e diel jemi drejt për së drejti nga Pallati i Koncerteve me post festival. Na ndiqni. Një vëmendje e veçantë do t'i kushtohet rrugtimit të këngës fituese dhe përfaqësimit të Shqipërisë drejt Eurovisionit mes pritshmërive, komenteve dhe analizave artistike. Post Festi 64 vjen si një pasqyrë plotë e festivalit, jo vetëm si një garë muzikore, por si një ngjarje që bashkoi artistët, jurinë dhe publikun, duke reflektuar frymën, sfidat dhe emocionet.